Dasma shqiptare 2017 paraqet. Mirëmbrëma të gjithë shikuesve. E di mirë që mosha juaj ka parë e ndëgjuar shumë në këtë jetë. E di që jeni të rrahur me vaj e me uthull, prandaj edhe po e gjej guximin të hap shpirtin tim pikërisht këtu me ju. Unë jam një vajzë 26 vjeçe, e në pamjet e parë kam pasur çdo gjë në jetë që mund të ndërroj dikush. Jam rritur në një shtëpi që i ngjante pallateve, me sallone të mëdha, me shkallë mermeri e me një pasuri që të merrte syt. Por dëgjoni mirë, se këtu fillon e vërteta. Ajo pasuri nuk ishte e jona, të pakten jo që në fillim. Baba im ka qenë shumë i varfër, ka qenë një punëtor ndërtimi, një punëtor i thjesht krahu. Fati i tij ndryshoi kur filloi punë tek pronari i kësaj shtëpie gjigande. Ai njeri që unë sot do ta quaj gjyshi për lehtësitë e bisedes, ishte një zotëri i rënd, i pushtetshëm, por që nuk kishte krijuar familje. E me kalimin e viteve, ai e afroi babain tim, e bëri krahun e tij të djathtë, i dha besimin dhe e trajtoi si ta kishte djalin e vet. Ne jetonim të gjithë në atë shtëpi gjigande, e për këtë arsye, nga respekti e detyrimi i madh, unë që e vogël u mësova të thërisja gjysh, por e theksoj që nuk e kishim të afërt e as nuk kishim lidhje gjaku të përbashkët. Për mua ai ishte bamir syn, një burr në mosh, por një burr që e mbante veten, me një hijeshi të ashpër që të bënte ti ulje syt kur ai të shikonte. Vitet e fundit, unë nuk isha më ajo vajza e re e me flokë të gërshetuara. Isha bërë grua dhe fillova të vereja ca gjëra brenda atyre mureve të larta që me parë as nuk i kuptoja. E keni parasysh atë qetësinë e shtëpive të mëdha, aty ku çdo zhurmë dyfishohet nga madhështia e dhomave. Ca kohë më parë kisha filluar të zija ngushtë këtë gjyshin tim në sallonin e tij. Kthehesha vonë ndonjëherë dhe ai ishte para atij televizorit të stërmadh. E kuptoja menjëherë çfarë po shikonte. Ishin nga ato programet, filma me skena që nuk jepen ditën, e kishte edhe çifte që putheshin, por çdo njeri tjetër do kishte ndërruar kanalin me shpejtësi, do ishte skuqur e bërë spes nga turpi, po ta zinte ndokush. Por jo ai, jo gjyshi, ai nuk e prekte pultin me dorë, vetëm kthente kokën nga unë, me shikonte me një vështrim të thellë, të rënd, sikur s'po ndodhte asgjë absurde, sikur po me jepte një mesazh të heshtur. Unë bëja sikur nuk shihja gjë dhe shkoja në dhomën time, por ajo pamje, ai burr hi e rënd që nuk i fshihte dëshirat e tij përpara meje, më kishin ngelur në mendje si një gozhd. Filloi të më ngasmonte një kuriozitet çuditshëm, një dridhje e panjohur sa herë që ishim në të njëjtën dhomë përshkonte trupin. E gjithë kjo loj nervash e shikimesh të fshehta shpërtheu para pak ditësh. Ishte një mbrëmje e freskët e këtij muaji, nga ato netet ku era lëviz perdet e rënda të shtëpisë. Nënën dhe babain i kishin ftuar në një dasëm jashtë qytetit dhe ata u nisen që pasdite. Kishin menduar se edhe unë do të dilja me shoqërinë, por kisha një dhimbje koke të lehtë dhe vendosa të rija brenda. Askush nuk e dinte që isha në shtëpinë e fakt. Shtëpia ishte e heshtur shumë. E rreth orës 11 të natës dola nga dhoma ime për të marrë pak ujë në kuzhinë. Teksa po ecja zbathur mbi tapetet e trasha të korridorit të gjatë, dëgjova ca tinguj. Vinin nga dhoma e tij në fund të katit. Ishte zhurma e njohur e televizorit.
hapat e vegjel, krejt pa zë, me quan drejt asaj dere. E kishte lënë pak të hapur, sa 2 gishta, ndoshta duke kujtuar se ishte i vetëm në atë shtëpi të zbrazët. U ofrova ngadal dhe hodha syt nga e çara e derës. Drita e kaltërt e ekranit të madh ndriçonte dhomen që ishte zhytur në errësirë. Ai ishte ulur në atë koltukun e tij të madh prej lëkure. Në ekran po luhej, pikërisht, një nga ato filmat e tij të preferuar, një skenë ku mbushte muret e shtëpisë me psheretima e frymarrje të rënda. Por sytë e mi nuk mbeten tek televizori, mbeten tek ai. Nuk ishte gjyshi që njihnin njerëzit jashtë. Ishte thjesht një burr që mendonte se ishte i fshehur nga bota dhe po bënte veprime. Në vend që të largohesha, si çdo bënte çdo vajzë tjetër, nuk lëviza dot. Këmbët më ishin bërthyer në dysheme dhe s'doja të ikja. Më erdhi një nxehtësi nga poshtë lart që ma mori mendjen. Të gjitha ato herë që më kishte shikuar me atë vështrim të rënd, të gjitha ato herë që kishte ndenjur para meje pas një fije turpi, kur televizori shfaqte ato skena puthjesh, tani po merrnin tjetër kuptim. Trupi im reagoi. Zemra po më rrihte aq fort sa kisha frikë se do e dëgjonte nga aty ku ishte. Dhe pikërisht në atë moment hutimi, dora ime që po mbahej pas dorëzës së derës për të ruajtur ekuilibrin më rrëshiti pak. Dera bëri një kërcitje të lehtë dhe u hap akoma më shumë. Ai u shtank, e dora ati mbeti e pa lëvizur dhe e ktheu kokën me shpejtësi drejt derës. Sytë e tij të errët më kapën. Mendova se do të reagonte me zemërim ose me panik për situatën ku a kisha zënë, por jo. Për disa sekondat e gjata që mu duken si një jetë e tërë, heshtja rambi ne. Dëgjoheshin vetëm zërat që vinin nga filmi në prapavi. Vështrimi i tij filloi të më përpinte që nga këmbët e zbathura e deri tek sytë e mi të zgjeruar. E pa që unë nuk isha e trembur, e pa që unë isha po në formë sa vetë atmosfera e asaj dhome. Ajo ngrit nga dal nga koltuku, me atë kemishën e mendafsht, bëri një hap drejt meje, pastaj një tjetër, e nuk nxori asnjë fjalë nga goja e tij. Hija e tij e rënd po mbulonte trupin tim tek pragu i derës. Kur erdhi, vetëm një frymarrje larg meje ishte, e ndjeva aromën e tij të fortë, një përzierje e kolonjes së tij të shtrenjtë. Pse nuk po iken? Me tha me një zë aq të ngjirur sa gërvishti çdo nerv të trupit tim. Nuk dua të iki, i thash. Dhe habita edhe veten se si ma nxori goja atë fjalë. Zëri me të vërtetë që po më drillej, ndërsa sytë e tij u arsuan akoma më shumë. E ngritja dorën e tij të madhe dhe ma mbështeti pas qafës. Nuk me dha kohë as të mendohesha, as të pendohesha. Dora tjetër e tij mu mbështoll rreth belit me një forcë që më tërhoqi drejt trupit e tij, sikur të isha një pende lehtë. Më tërhoqi brenda në dhomë dhe dera pas shpinës sime u mbyll me një të shtyrë të këmbës së tij. Kur buzët e tij të ashpra gjetën të mijat, çdo mendimi imi u dogje u bëhi. Ishte një puthje që vinte nga ajo etje që po shihte në ekran deri pak sekonda më parë. Ishte një përplasje egër. Unë i futa duart mes kemishës së tij të zbërthyer, duke i ndjer lëkurën e nxehtë, ndërsa fillova ta puthja edhe unë. Ndërsa ai, nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjeni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjeni subscribe.